Ish presidenti i fundit komunist në Shqipëri, Ramiz Alia, ka qenë babai i 3 fëmijëve, 2 vajzave dhe 1 djali. Pas nderimit të sistemit, asgjë nuk u bë publike për fëmijët e tij, të cilët qëndruan plotësisht të distancuar nga politika dhe media. Asnjë rrjet social, asnjë lajm, jeta e 3 fëmijëve të Ramiz Alis mbeti plotësisht private. Ajo që dihet është se një vajzë shkoi për të jetuar në Suedi, djali në Francë, ndërsa vajza tjetër, Zana, nuk u largua asnjëherë nga Shqipëria. Ajo qëndroi afër babait të saj në momentet e tij më të vështira, kur ai ishte në burg, por edhe më pas u kujdes për shëndetin e të atit deri në momentet e fundit të jetës së tij. Por ajo që zgjon më shumë interes është fakti se ku punon sot Zana, vajza që vendosi të mos largohet asnjëherë nga Shqipëria. Ajo është një zonjë fisnike, nënë e 2 fëmijëve, vishet shumë thjesht, nuk ka makinë, del tek tregu fshatar çdo ditë për të bler perimet e freskëta. Zana Alia jeton në një shtëpi 60 metra katror në zonën e Shallvareve në Tiranë, së bashku me familjen e saj. Madje edhe fqinjët nuk e dinë se ajo është vajza e Ramiz Alis. Totalisht jashtë luksit dhe modës, Zana Haxhi Musaj bën një jetë të thjeshtë. Vajza e Ramiz Alis punon si studiuese dhe sociologe. Ajo është themeluese e shoqatës së sociologjisë shqiptare. Për disa vite, ajo ka punuar si pedagoge në universitet, ndërsa tani është tërhequr dhe merret me shkrimin e librave studimor.